Pse mendon Baton ti që e ka parë nevojshme Rama të lëshoj këtu të zim dhe për më tepër kjo ka dalë edhe në media, shfaqur me, se mund të dërgoj shumë edhe të mos shfaqi. Jo dërgu që të shfaqej në media. Dakor, po këtë të thamë një lloj të dy. E para, e shfaqur aty. Edi Rama ka bën ose ka një qëndrim tillë, për arsye se Spaku ose prokuroria speciale e ka një pëlqyeshmëri të jashtëzakonshme në publik. Dhe kjo pëlqyeshmëri arrin mbi 70%. Dhe ballafaqimi me këtë pëlqyeshmëri ose refuzimi i kësaj pëlqyeshmërie është e rrezikshme 2 muaj para zgjedhjeve. E dyta, Partia Socialiste ka pas një qëndrim për formimin e këtij institucioni special. Dhe fakti që është produkt i saj, po edhe i tjerëve, domethënë të jesh ose të përballesh me to është problematike. E treta, rasti i Erion Velijes, ku Edi Rama e bën betejën. Nuk e bën betejën kundër Spakut, e bën betejën për drejtësi, që ai thot, ose ai e ka një qëndrim që drejtat dhe liritë e njeriu janë ato që prevalojnë një drejtësi burokratike. Çaj bjen kjo? Që ai e kërkon Erion Velia që të mbrohet liri. Dhe jo që të tjerët të fajsojnë Spakun për padrejtësi ndaj Erion Veliut. Këto janë dy koncepte keqësisht ndryshme. Prandaj është ky reagim i Edi Ramës. Dhe krejt në fund desha të them që Edi Rama e dën disiplinën dhe Erion Velia mund të shfaq problematika brenda Partisë Socialiste, për arsye se ai ka dhuruesit e vet, ai ka njerëzit të cilët e përkrajnë, ju i keni pa demonstrimin atje para Spakut që jo vetëm aq, po më shumë ka qenë skandaloz, dorën zemër, ka qenë shteti kundër shtetit, domethënë ka qenë një prej pikave më të shëmtuara, por e kaluar kur përfaqësuesit e bashkisë e mbrojnë Erion Veliun para institucioneve shtetërore. Që është këto shmangje duhet jenë a priori, domethënë nuk duhet mendohet se këto as shmangje janë. Këto janë paqartësi elementare, civile dhe juridike të njerëzit që punojnë brenda shtetit. Dhe prandaj mendoj që Edi Rama e ka zgjedh gjuhën, një për disiplinuar, dy që mos ndeshet me 70% e popullatës shqiptare që e përkrajnë Spakun, dhe tretin mos të ketë edhe përplasje ndërkombëtare, e sidomos me Bashkimin Evropian, ku ai ka zgjedhur rrugën të shkojë, për arsye se Bashkimi Evropian është përkrahasi më i madh i Spakut dhe i GKO-s ose i reformës në drejtësi. Reformës në drejtësi. Prandaj këto janë arsyet pse Rama i drejtohet, edhe pse unë me thënë drejtën e kam lexuar edhe letrën e Fatmir Gjafajt, e komplikuar, një arsyetim ma shumë për miqësinë se sa një ndimes për Erion Velin. Paka shumë, këtu me pak fjalë mund ta konstatoj. Ajo letër ka qenë pak më e hershme dhe me qenë se ka një detyrim miqësor dhe e bën tuaj këtë. Po. Por nga përmbajtja nuk ka dalë shumë për ta mbrojtur dorën zemër. Zoti Zovi? Mendoj se Rama ka pas shumë oscilacione në gjithë këtë turin që ka ndërmarrë për disa javësh në komunikim, po unë kam quajtur në sulme ndaj Spakut, e kemi argumentuar dhe në studion tuaj, por ai edhe përballë popularitetit që ka Spaku, si që tha Batoni, ai ka ndjerë nevojën që të frenoje, të ndryshojë disi retoriken, sikurse edhe përballë reagimit Bashkimit Evropian, sepse sfida e qeverisë tani është integrimi dhe Bashkimi Evropian për fatin tonë të mirë është shumë aktiv në mbështetje të Spakut. Dhe qeveria e din shumë mirë këtë gjë. Nuk mund bëj asnjë lëvizje qeveria kundër Spakut pa pagu kosto të rënd. Pra e kanë të pamundur. Ose duhet të shesin integrimin, të shkëmbejnë integrimin me prishin e drejtësisë. Këto janë dy arsye. Zia, pajtohesh për e gjvishme një gjë.
se më nuk është rëndësishme Amerika dhe Evropa. Është më rëndësishme janë votuesi shqiptar, për arsye se 75% kanë pëlqyer. Dakor, të dy, këta votuesit po kur kanë folë ndryshe, prap votuesit kanë qenë pro SPAK-ut, nuk e kanë llogarit shumë, se Rama, unë nuk jam kundër që kryetari i qeverie bën, si më thëmë, bën qëndrime të tijat ndaj drejtësisë, kur goditen, qoftë kur goditen pjesëtarë të kabinetit. Në Evropë kjo është rutinë. Kryeministri, kur goditet merr një qëndrim fillimisht. Ka raste që thot prit, shohim provat, bëjnë edhe kështu objekcione, që prokuroria nuk ishte, domethënë, si mas neshton, prokuroria ka shkel procedura, se të procedurat lozën gjithë. Për mu kjo nuk është një problem. Problemi i Ramës cili ishte, se ai lajmëroi ditën e parë, kërcënoi se më të mbaruar zgjedhjet, ne do mlidhemi, tha, e tha kështu apo jo? Mazhoranca e re, tha, do mlidhemi, do ta rishkruajmë, pra ky kërcënoi se do ta rishkruaj. Këtë e ka meni prej kohësh, ai ka disa herë ka folë për Republikë Prokurorëve, vetë Komisioni Gjafa u ngrit në funksion të një rishikimi, nuk them të një prishje, shpërbërje të reformë, për rishikimi në funksion të zbutjes SPAK-ut. Pra, nga ana tjetër, mendoj se ai kërkon edhe të menaxhojë elektoralisht efektet edhe të arrestimit të Erion Velis. Më ka brenda edhe politikat, sepse ka edhe për ta... Këto janë disa arsyet, mendoj unë që ai tani e ka ndryshuar gjuhën, por edhe e të fundit, Rama duhet të shprehet publikisht për të u bëj besueshëm për këtë që po thot tani, në lidhje me atë që ka thënë ditën e parë, që unë do të mazhoranca e re, sa po dalë nga zgjedhjet, do mblidhet, do të shikoje se si është kjo punë. Të reformojë... Po, tani, a i duhet thot... Të reformojë reformën. O duhet thot që kjo më ka shpëtu, se atëherë në që se thot këte, ne do të themi, edhe gjithë publiku do thot se këtë gjuhë të re që po përdor, e kanë për shkak të mbështetjes që ka SPAK-u, do t'i popull, kërkon t'i marrë votat, dhe masi t'ja marrë votat, kalova lumin, edhe si thonë Ka rrugën evropiane nuk mundet. Unë po kërkoja, në thonë qëfar kishe thonë tekstualist Etienne Gjafe dhe nuk po e gjeja, më duket ishte fshirë komplet. Por për te kësaj... E ka fshirë Etienne Gjafa? Për te, në më thonë, por duke unisë nga ato që thotë Zoti Rama, krye paka shumë i denë se qëfar ka thonë. Kini parasysh se Zoti Etienne Gjafe është deputet i sponsorizuar, i mbështetur nga Zoti Veliaj. Dakor? Dhe ky ka dalë publikisht. Ka dalë Zoti Gjafa, i cili u mbështet nga Zoti Veliaj për të siguruar 10.000 votat e famshëm në Tiranë. Që i të krijohet ideja sikur dalja e njërit pas tjetrit do krijonte një grup deputetësh që do të viheshin Olc Dados edhe gjyqtarit Bano dhe do ta vinin siç Zoti Veliaj nga Qelia, do vinin pas muajit dhe do ta bombardonin për ditë.